Mirëmbrëma, shikues të nderuar. Mirëmbrëma të gjithëve, ndërtitët kryesor të revistës televizive do të ndiqni. Kryeministri nuk ka bërë presion, por ka kritika për çështjen e pagave. Kryetaria e Gjykatës Kushtetuese Olta Zaçaj reagon pas qëndrimit të kreut të qeverisë për kërkesën e rritjes së pagave të gjyqtarëve. Në zgjedhjet e 11 majit ka pasur 43 raste kur votuesit kanë pasur ID të njëjtë dhe afro 1800 raste me shenja të njëjta gishtërinj. Të dhënat e pajisjes PEI nxjerrin parregullsitë e denoncuara. Këtë sezon do të ketë afro 2 herë më shumë plazhe publike. Ministre e Turizmit Mirela Akumbaro merr pjesë në aksionin për pastrimin e Bregdetit. Bizneset që punojnë në turizëm punsojnë të huajt në stafet dhe shërbimet. Krijimi i një qeverie tranzitore në Kosovë është një ide absurde. Lëvizja vetëvendosje kundër propozimit të LDK-s dështon për herë të 31 seanca për konstituimin e kuvendit. Izraeli godet 100 shënjestra në Iran duke vrarë me goditje precize komandant dhe shkencëtar. Një pjesë e objekteve kanë qenë infrastrukturë për armët bërthamore. Reagon komuniteti ndërkombëtar të mos përshkallëzohet konflikti. Ju njohim tani më hollësisht me zhvillimet kryesore të ditës sotme. Kryetaria e Gjykatës Kushtetuese nuk e konsideron presion në deklaratën e kryeministrit Rama, i cili bëri thirrje kësaj gjykate të mos e miratoj kërkesën e gjyqtarëve për rritjen e pagave. Dhe pikërisht e pyetur nga mediat në lidhje me këtë çështje, Olta Zaçaj ka deklaruar se kryeministri i ka kritika opinionin e tij, duke theksuar gjithashtu edhe pavarësinë e institucioneve të drejtësisë në vendim. Kryetaria e Gjykatës Kushtetuese Olta Zaçaj reagoi për deklaratat e kryeministrit lidhur me kërkesën e Unionit të Gjyqtarëve që kërkon rritjen me 700 euro të pagës. Zaçaj tha se trupa gjyqësore nuk ndihet nën presion dhe se janë mësuar me deklarata të tilla që vijnë nga të gjitha palët e përfshira në një proces të caktuar. Unë nuk besoj që deklarata futet në nivelin e presionit. Janë deklarata të zakonshme që ne kemi parë nga gjithë palët që përfshihen në proces. Përfshi dhe median dhe e konsideroj dhe dua ta citoj, sepse ndonjëherë jenë ju të medias që jepni zë më shumë se ç'duhet ndonjëherë mendimeve, opinioneve që jepen për vendimet tona. Megjithatë, për sa kohë kjo vjen në kuadër të lirisë së medias, të lirisë të shprehjes, kjo është një vlerë e shtuar dhe unë jam një partizane po dhe vetë trupa. Kështu që atë që ne çmuam të rëndësishme, pra si detyrim ndaj publikut për ta bërë për ta informuar dhe për të garantuar funksionin ton të pavarur dhe të paanshëm, ne e krye. Pjesa tjetër mbetet për mënyrën se si secili nga pushtetet mendon të veprojë dhe e sheh detyrën e tij. I pyetur nga gazetarët se si shikon deklaratat e kryeministrit për përgjumjet të inspektorit të lartë të drejtësisë, pasi gjyqtarës së Tiranës ju deshën 7 vite për të marrë një vendim për padin që Rama bëri ndaj Bashës, Artur Metani zgjodhi të heshtë. Kreu i SPAK Altin Dumani u pyet nga gazetarët lidhur me raportimin e institucionit që drejton në programin e transparencës se një ministër është nën hetim, por refuzoi të përgjigjej se kush është dhe për çfarë akuze. Zoti Dumani, për çfarë vepre penale? Është në hetim. Nën hetim. Çfarë penale është? Këtë deklarata u bën pas një tryeze gjithëpërfshirëse të Ministrisë së Drejtësisë, institucioneve të drejtësisë dhe partnerëve ndërkombëtar për strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë për 6 vitet e fundit. Seanca për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj u shty për ditën e martë. Sot pritej që SPAK të paraqiste informacionin 2 mujor për ecurinë e hetimeve, por seanca u shty për shkak se mungonte biznesmeni Elman Abule, i cili ndodhet në masën e arrestit në shtëpi. Erion Veliaj po hetohet nga SPAK për veprat penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Nga verifikimet e pajisjes PEI në zgjedhjet e 11 majit janë regjistruar 47 raste kur personat ka patur të njëjtën kartë identiteti, ndërsa ka patur dhe 1800 raste të tjera kur personat kishin përputhje të gishtave.
Ndërkohë që në mbledhjen e sotme, Komisioni Ankesave dhe Sanksioneve vendosi edhe për hapjen e 97 kutive në Gramshe Peqin, ndërkohë që rinumrimi për Tiranën do të fillojë ditën e martë më 17 qershor. Nga kryqëzimi të dhënave të pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve janë zbuluar disa parregullsi në zgjedhjet e 11 majit. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë identifikuar 43 raste ku është përdorur e njëjta kartë identiteti në më shumë se një qendër votimi, si dhe 1798 raste ku e njëjta shenjë gishti është regjistruar në qendra të ndryshme votimi. Këto të dhëna janë të shpërndarë në të gjithë vendin, ku rastet më të shumta i përkasin Korçës me 531 raste, ndjekur nga Shkodra me 275 raste, Kuksi 146 raste, Tirana 116 raste dhe Elbasani 93 raste. Ndërkohë, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve vendosi se 97 kuti të votimit nga Gramshi dhe Peqini do të hapen pas pretendimeve të opozitës për parregullsi. Kutit do të verifikohen për përputhshmërinë e materialeve zgjedhore dhe proces verbaleve pa rinumërim fletësh apo kandidatësh. Partia Demokratike ka kërkuar gjithashtu përmes përfaqësuesit të saj ligjor rihapjen dhe rinumërimin e të gjitha kutive të votimit për qarkun Elbasan, ku pretendohet se në disa zona ka funksionuar fenomeni i trenit bullgar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në vijim të denoncimeve për zgjedhjet e 11 majit rikonfirmoi se partia që drejton nuk do të njohë zgjedhjet. Berisha publikoi materiale filmike që faktojnë sipas tij krimin zgjedhor në qendrat e votimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncoi fakte të reja që provojnë sipas tij manipulimin e procesit zgjedhor të 11 majit, ku votuesit duken edhe me 2 flet votimi. Rasti më flagranti i intimidimit të votuesve është procesi zgjedhor në burgun e Elbasanit, ku deputeti e EPS-s ka fituar votat e pothuajse të gjithë të burgosurve, tha Berisha. Nga 102 votat vlefshme e adhuruara pafundësisht, Sara Mile merr 92 vota. Princesha e Burgut Sara Mile. Berisha akuzon kreun e SPAK Altin Dumani se nuk heton krimi zgjedhor, si kundër promovon njerëz të denoncuar nga bashkëpunëtorë të drejtësisë si pjesë të grupeve kriminale. Përgjegjësia e Dumanit, tha Berisha, është edhe heshtja me të cilën përcjell dosin McGonigal depozituar në SPAK, çështje që sikundër raporton mediat amerikane, tha kryedemokrati, është rihapur nga drejtësia amerikane. Dosja shqiptare me McGonigalit është në të pasur, por atë e marrë në shqiptar Altin Tropi, i cili nuk ka lëvizur qovë dhe luftije. I kam deklaruar dhe i deklaroj e Tiranës se 2 gjëra nuk do të ndahen gjatë ditëve të fundit të jetësit. E para, djegësi i Tiranës. E dyta, McGonigal. Pastaj është i liste të mbrapa. Berisha rikonfirmon se Partia Demokratike nuk do të njohë zgjedhjet e 11 majit, duke konsideruar fars procesin zgjedhor. Në mbledhjen e Komisionit për çështjet europiane nuk munguan replikat mes deputetes demokrate Jorida Tabaku dhe asaj socialiste Mimi Kodheli. Tabaku ndal tek procesi zgjedhor i 11 majit dhe kritikat e raportit të OSBE Diri, duke theksuar se nuk mund të sillemi si europian në Bruksel e si shqiptar në Tiranë. Me debate është zhvilluar mbledhja në Komisionin për çështjet europiane, ku po shqyrtohej projekt pozicioni negociues për grup kapitullin e 4 të negociatave me Bashkimin Evropian. Agjenda e gjelbërt dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Ne nuk mund sillemi si evropian Bruksel e të sillemi si shqiptar këtu në Shqipëri. Nëse themi që ky proces është proces kombëtar dhe është një proces që ka vullnetin politik të qeverisë shqiptare, duhet patjetër që të na shoqërojë në çdo vendimarrje tonën. Kryetaria e Komisionit Jorida Tabaku ishte kritike ndaj qeverisë për zhvillimin e zgjedhjeve të 11 majit. Ajo theksoi se rruga drejt Bashkimit Evropian nuk mund të jetë një fasad që injoron standardet demokratike. Vjen keq që të them, me standardet e zgjedhjeve ne kemi pasur një mundësi të humbur për Shqipërinë dhe kemi pasur hapa pas. Këtë e thot raporti paraprak ose BE-Dirit, por edhe me draft pozicioni negociues që un kam lexuar këtu janë shumë gjëra të cilat në praktik nuk ndodhin. Kjo deklaratë solli reagimin e deputetes së mazhorancës Mimi Kodheli, e cila kërkoi që debati të përqendrohet tek çështjet teknike që lidhen me grup kapitullin në fjalë dhe jo tek çështjet politike. Me gjithë dashamirësinë dhe respektin që kam për kolegët këtu prezent, ne kemi mjaftueshëm tribuna për të bërë komentet tona politike jashtë i komisionit. Nëse ka nevojë të bëhet diçka më shumë, hajde ta bëjmë, hajde ta shtojmë. Nëse gjërat janë ashtu siç duhet, hajde t'i miratojmë edhe ta mbyllim këtë diskutim jo pa pasur fërkime apo kundërshtira politike, shoqërzodhe që i kemi, por duke demonstruar që ne të gjithë, jo me fjalë tashmë, po me vepra,
jemi në njërën anë të historisë. Pas debateve me kërkesë të mazhorancës, diskutimet për pozicionin negociues vijuan me dyert të mbyllura. Ministreja Mirela Kumbaru dhe kryebashkiaku Benet Beci nisën nga velipoja inspektimet për aksionin plazhe të pastra që synon pastrimin dhe mirëmbajtjen e vijës bregdetare nga 15 qershori deri më 15 shtator. Aksioni plazhe të pastra ka nisur për të 4-tim vit rradhazi nga Bregdeti i Velipojës, ku ministra Mirela Kumbaru dhe kryebashkiaku Benet Beci kanë parë nga afër punën që po bëhet në terren, të mbështetur nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit. Kumbaru theksoi se këtë vit sezoni ka nisur më herët dhe flukset janë 4% më të larta se e njëjta periudhë e një viti më parë. Fillojmë këtë javë edhe operacionin plazhet e pastra, që është një operacion i përbashkët i bashkive të Bregdetit me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit. Kemi një rritje edhe në muajin maj të turizmit, sepse sapo kemi marrë shifra, dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, 4% shkon në periudha janar-maj, më shumë se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar. Nga ana tjetër, Kumbaru ngriti shqetësimin se rritja e hapësirave publike të plazheve për sezonin veror 2025 kërkon përgjegjësi nga ana e institucioneve, por edhe bashkëpunim me bizneset banore dhe pushuesit. Me ndryshimet që kemi bërë me rregulloren e re të plazheve të vitit 2025, unë jam e sigurt që do të rezultojmë në një numër edhe më të madh se sa punambar, me një numër edhe më të madh se sa ai 30% që është në fakt kufiri minimal. Do të kemi mbi 60% plazhe publike, që do të thotë më shumë punë për ne, më shumë përgjegjësi për bashkitë për të mirëmbajtur dhe administruar terrenin. Ministra Kumbaru do të vijojë turet inspektuese edhe në bashkitë të tjera të vendit me qëllim forcimin e masave për pastërtinë dhe mirëmbajtjen e hapësirave bregdetare. Saranda po shihet si një mundësi e mirë punësimi për të rinj që vinë nga shtetet të ndryshme të botës. Të rinjt Filipinas dhe hungarez këtë vit kanë zgjedhur të shërbejnë në subjektet e hotelëri turizmit në perlën e jugut, duke pohuar se ardhjen për të punësuar në Sarandë kishin realizuar përmes agjencive të ndryshme. Të huaj që nuk vinë për turizëm në Sarandë, por për të shërbyer turistëve është dukuria e kësaj vere. Këtë qershor, ky është një realitet i prekshëm në shumicën e bareve dhe restoranteve që operojnë në vijën e parë mbi shëtitore në Sarandës. Ajo që të bie para në sy është përgjithsisht mosha e re të huajve të punësuar, ku dominojnë të ardhurit nga Filipine, vajza dhe djem fare të rinj. Jam Dimos Guzhinjer, punoj këtu në Sarandë. Më pëlqen puna dhe njerëzit. Kam një javë që kam nisur punën në këtë restorant. Punoj këtu si ndihmës banakier. E dashuroj punën që bëj këtu në Sarandë. Vetëm pak ditë kam që kam ardhur nga Filipine. Në tërësi, të rinjtë e huaj që takuam na thanë se ardhjen për të punësuar në shërbime turistike në Sarandë e kishin realizuar përmes agjencive të ndryshme në vendet nga vinë. Jam prej 5 muajsh këtu në Shqipëri, kam për kontrat një vjeçare dhe shpresoj ta shtyj edhe një vit tjetër. Më pëlqen shumë të qëndroj këtu, një vend me shumë turistë dhe njerëz të mirë. Erdha përmes agjencisë. Ajo më sugjeroi që është një vend i mirë dhe ia vlen të punosh. Këtë që tani është realiteti i prekshëm me përfshirje të shtetasve të huaj si burime njerëzore në turizmin e Sarandës e paralajmëruan kohë më parë institucione lokale të specializuara për punësim si një zgjidhje alternative për të mbuluar mungesën dhe nevojën për stafe në shumicën e strukturave të shërbimit në Sarandë dhe Ksamil. Me mbylljen e provimeve të maturës shtetërore, 2 maturantët e shkollës së mesme Petronini Luarasi Xhume Sheu dhe Albiona Llaka do të aplikojnë për të pranuar në Universitetin e Mjekësisë. Maturantët sqarojnë se mesatarja e provimeve të maturës duhet të rezultojë mbi 9 që të kenë mundësi të ndjekin ëndrrën e tyre. Nuk i duhet të mendohet gjatë për ato që nesër do t'jetë profesioni i saj. Xhume Shei përfundoi 3 vitet e shkollës së mesme me rezultate të larta dhe ndërkohë që i nënshtrohet provimeve të maturës, pret me padurimet dhe vlerësimet e tyre, të cilat do t'jenë vendimtare për të arritur degën e preferuar të studimit, atë të mjekësisë. Që vogël, kam qenë midis 2 zgjedhjeve, gazetarinë dhe mjekësinë, ama me kalimin e viteve zemra më çoi më shumë tek mjekësia. Ka qenë një ëndër që e vogël dhe shpresoj që shumë shpejt ta bëj realitet. Lëndët që kam shkëlqyer gjithmonë kanë qenë gjithmonë lëndë shkencore, nuk kam pasur një prirje të mirë tek lëndët shoqërore, madje mund të them në thonjza që
Nuk më ngjithni shumë dhe ju urreja ndonjëherë, por që i mësoja sepse më duheshin për mesataren e maturës. Matura vullos çdo gjë në jetën tonë, është hapi i parë i një jete të re, universiteti. Impakti i parë ka qenë shumë stresues. Nuk heziton të bëjë për llogaritjet e nevojshme për mesataren e 3 viteve, edhe për notat që duhet marrin provime për të kuptuar nëse do të mund të arrijë mjekësinë apo jo. Për llogaritje sigurisht e kam bërë si çdo maturant që ta shohë deri diku se deri në çfarë pike ka arritur këto 12 vite. Mendoj që duhet dalë mbi 9 patjetër provimet e maturës, që unë kur të shkoj tek provimi informatizuar i mjekësisë, ta kem diçka të sigurt dhe ta di se çfarë pikësh dua të marr atje. Edha Albiona, maturantja e shkollës Petroni në Luarasi, dëshiron të vijojë studimet për mjekësi. Ajo sqaron se dëshira për ndjekjen e këtij programi studimi i është kultivuar gjatë kohës që ndiqte gjimnazin. Kam vendosur në gjimnaz, sa hyra në gjimnaz, pash jam e prirur drejt saj këtyre lëndëve dhe këtë do zgjedh, sepse në 9 vjeçar nuk i kisha fare iden. Dhe them drejtë nuk kam ndikuar as familja, as thjesht më kanë mbështetur për atë që kam zgjedhur, por nuk është se kam ndikuar dikush. Që të arrit të kap mjekësinë, notën e anglishtes duhet ta kem 10, të gjuhë letërsisë duhet ta kem 9.8 dhe sipër, dhe të matematikës dhe biologjinë patjetër 10. Muaji qershor do të jetë vendimtar për Xhumen dhe Albionën, të cilat do t'i përkushtohen në maksimum provimeve të maturës, si udhërrëfyese për ndjekjen e ëndrrës së tyre, nisjen e studimeve universitare për mjekësi. Punonjësit e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në prag të ditës ndërkombëtare të dhurimit të gjakut kanë ofruar solidaritetin e tyre me fëmijët dhe të rriturit në nevojë për gjak. Janë vetëm pak minuta për kushtim, shumë dëshirë dhe ti kthehesh në herojnë e dikujt që i ke shpëtuar jetën me gjakun tënd. Këtë kanë bërë edhe punonjësit e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit në prag të ditës ndërkombëtare të dhurimit të gjakut, duke ofruar solidaritet me njerëzit në nevojë për gjak. Unë sapo u shkëputa në fakt nga një konferencë e rëndësishme pikërisht për të ardhur këtu dhe për të dhuruar gjak. Është një veprim që e kam kthyer tashmë në traditë dhe bëj çdo vit, shumë e rëndësishme për mua që të jem pranë njerëzve që vërtet kanë nevojë në momentet më të vështira. Është një praktikë që duhet të bërë më shpesh, por të paktën sot kam vendosur të jem prezente dhe të ndihmoj sa të mundem të gjitha ata njerëz, jeta dhe shëndeti të cilëve varet pikërisht nga dhurimi i gjakut. Dhurimi i gjakut është një akt human që na bashkon si shoqëri, por unë besoj fort që është edhe një detyrim moral që e kemi të gjithë ne për të gjendur sadopak pranë atyre njerëzve të cilët transfuzionin e kanë jetik. Për njerëzit impenjativ, platforma online e dhurimit të gjakut ofron mundësinë e rezervimit të kohës përmes aplikimit në e-Albania. Ku qytetarët dhe subjektet mund të rezervojnë për të dhuruar gjak dhe të njoftohen nga njësitë përkatëse të transfuzion të gjakut për orën dhe vendin e dhurimit. Dhe gjithashtu, deklarimi vullnetar i grupit të gjakut, ku qytetarët mund të deklarojnë grupin e tyre të gjakut dhe të zgjedhin të njoftohen në rast se rezervat për atë grup gjaku janë të ulta. Dhurimet në vendin ton janë 75% familjare dhe 25% vullnetare. Që të mbulohen kërkesat e pacientëve në nevojë për gjak, duhen mesatarisht 100 njësi gjak të dhuruara në ditë. Autoriteti i medias audiovizive vijon fushatën e edukimit mediatik në qytetin e Durrësit. Dita e fundit të shkollës për gjimnazet është mbyllur me 1 orë edukimi mediatik. Rreth 200 nxënës bashkëbiseduan me kryetaren Armela Krasniqi për ndoqjen edhe video të përgatitura nga AMBA mbi fenomene të ndryshme negative që fshe bota virtuale. Marrja dhe shkëmbimi i informacionit është i pranishëm në komunikimin e përditshëm në shoqëri dhe familje, ndaj fenomeneve të ndryshme negative dhe rreziqet që bota virtuale fshe, kërkon shumë kujdes për të rinjt. Për rreth 1 viti, Autoriteti i Medias Audiovizive vijon fushatën e edukimit mediatik, konceptuar si një cikël bisedash, dhe i tillë ishte takimi me 200 nxënës në qytetin e Durrësit, ku kryetarja e AMAS, Armela Krasniqi, vuri theksi në gjuhën e urrëties online në të gjitha format e shfaqjes. Denonconi çdo sulm të bullizmit, çdo sulm të seksizmit dhe të fenomeneve të tjera që përmban gjuha e urrëties. Është shumë e rëndësishme të zhvillojë secili prej jush mendimin kritik, mendimin analitik përballë çdo lloji informacioni që ju vjen online, përballë çdo kërkese që ju vjen online.
Nxënësit pjesëmarrës në aktivitet ndoqën edhe një cikël video të përgatitur nga Autoriteti Medias Audiovizive mbi fenomene të ndryshme negative dhe rreziqe që bota virtuale fsheh, si dhe diskutuan mbi mënyrat e mbrojtjes ndaj këtyre rreziqeve. Le ta përdorim teknologjinë, le t'i marrim më të mirat e saj, por të dim edhe si të mbrohemi nga rreziqet që ekzistojnë online. Ndërsa Kuvendi i Kosovës nuk arriti sërish të konstituohej lëvizja vetëvendosje, cilësoi absurd propozimin e LDK-s që partitë politike të mblidheshin për të diskutuar një program për një qeveri uniteti, ndërsa kreu i PDK-s Krasniqi pretendoi se nuk ka nevojë për një qeveri të tillë, pasi është i mundur krijimi i një ekzekutivi me parti të opozitës. Absurde ka cilësuar lëvizja vetëvendosje përmes kandidates së saj për kryeparlamentare Albulena Haxhiut. Propozimin që kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumira Abdigjiku ju drejtoi një ditë më parë forcave politike që të mblidheshin për të diskutuar një program me 15 pika për një qeveri uniteti mes tyre. Është absurde të propozosh që të mblidhemi për të diskutuar 15 pika përmes ku mund të merremi vesh për konstituimin e komunës. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pretendoi se nuk ishte as pak nevojë për qeveri uniteti. Matematika është shumë e thjeshtë. Unë e kam thonë për përsëris. Vetëm 19 votat LDK-s, unë e bëjt e tjera të bëjmë me 61. Kuvendi i Kosovës nuk arriti as të që të konstituojë legjislaturën e 89, pasi vetëvendosja dhe aleatët guxo dhe alternativa nuk siguruan numrin e nevojshëm të votave për ngritjen e një komisioni për mbarvajtjen e votimit të fshehtë për Albulena Haxhiun si kryeparlamentare, një emër që kundërshtohet nga partitë opozitare, çka ka shkaktuar ngërçin në organin ligjvënës së vendit. 34 persona, përfshirë ish ministra, janë vënë këtë të premten në akuzë për zjarrin që i mori jetën 62 personave në një klub natë në Maqedoninë e Veriut. Prokuroria Publike në Maqedoninë e Veriut ka ngritur akt akuzë ndaj 34 personave, përfshirë ish ministra, drejtor dhe pronar biznesesh, për rolin e tyre në zjarrin tragjik që përfshiu një klub natë në Koçani që la të vdekur 62 persona në muajin mars. Në mesin e të akuzuarve janë punonjës publik nga Ministria e Ekonomisë, drejtues të agjensive të mbrojtjes dhe shpëtimit, si dhe inspektor ndërtimit, të cilët dyshohet se kanë shkelur detyrat e tyre ligjore. Zjarri shpërtheu pas ndezjes së fishek zjarrve gjatë një koncerti hip-hop në klubin Pulse, ku ndodheshin rreth 200 persona, shumë prej të cilëve mbeten të plagosur. Hetimi ka zbuluar se klubi kishte funksionuar në kundërshtim me thuajse të gjitha standardet ligjore dhe të sigurisë, përfshirë mungesën e daljeve emergjente, fikseve të zjarrit dhe përdorimin e lejeve të falsifikuara. Prokurori theksoi se të gjithë personat e përfshirë kishin autoritetin dhe mundësinë për të parandaluar tragjedin, por nuk vepruan. Mos respektimi qëllimshëm i rregullave të sigurisë nga shumë institucione dhe individ sipas tij kontribuoi në humbjen e jetës së 62 të rinjve. Ndërkohë në një hetim të veçantë për korrupsion janë arrestuar edhe 13 policë dhe zyrtar të tjerë, ndërsa familjarët e viktimave po protestojnë çdo javë duke kërkuar transparencë dhe përgjegjësi nga autoritetet. Izraeli ndërmori sot një valë sulme shajrore ndaj Iranit duke goditur më shumë se 100 shënjestra, përfshirë objekte bërthamore, por edhe qendra të komandës ushtarake. Nga sulmet mbetën të vrarë ushtarak të lartë iranian, si edhe 6 këndëstar të armëve bërthamore. Dhe pikërisht eksponent të shtetit të Iranit kanë deklaruar se ky sulm është një shpallje lufte dhe për këtë do të ketë kundërpërgjigjen nga ana e shtetit të Iranit. Ushtria izraelite ndërkohë ka deklaruar se Irani ka dërguar 100 dronë në territorin e Izraelit, të cilët janë asgjësuar. Izraeli nisi të premten një valë sulme shajrore ndaj Iranit duke goditur mbi 100 shënjestra, përfshirë disa objekte bërthamore dhe qendra të komandës ushtarake, duke vrarë figura të larta iraniane, mes të cilëve shefin e forcave të armatosura, Mohamed Bagher, si dhe shkencëtar bërthamor. Sulmet izraelite vijojnë dhe deri më tani raportohet për mbi 80 të vrarë dhe 300 të plagosur. Izraeli njoftoi se 200 avion luftarak janë përfshirë në sulmet e fundit, ndërsa SBA njoftoi se po zhvendos burime ushtarake të shumta në afërsi të Gjirit Arabik. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmet ishin të vonuara, pasi për arsye të ndryshme data e sulmeve u shty nga fundi i muajit prill, kur ai e kishte caktuar për në ditën e sotme. Netanyahu shtoi se sulmet do të vijojnë për aq ditë sa të nevojitet dhe se deri më tani
Ata ja kishin dalë të ndëmtonin në një mas të konsiderueshme facilitetet bërthamore të Teheranit. Nga ana tjetër, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Khamenei paralajmëroi Izraelin se do të përballej me një fat të dhimbshëm dhe të hidhur, ndërsa ministri i jashtëm i vendit i dërgoi një letër OKB-s ku shpreh se sulmet izraelite ishin shpallje lufte dhe i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të adresonte menjëherë çështjen. Presidenti iranian Pezeshkian u shpreh se SBA do të mbante po ashtu përgjegjësi për pasojat, duke argumentuar se operacioni izraelit nuk mund të ishte ndërmarrë pa lejen dhe pa u koordinuar me Washingtonin. Ushtria izraelite konfirmoi se Irani kishte lëshuar rreth 100 dronë ndaj territorit të vendit të saj, të cilat ishin gjurmuar dhe eliminuar nga mbrojtja ajrore e vendit. Tel Avivi njoftoi për mbylljen e të gjitha ambasadave në përbot dhe u bëri thirrje e qytetarëve të jenë të kujdesshëm dhe të mos shfaqin simbole izraelite ose hebraike në vendet publike, si dhe të bashkëpunojnë me autoritetet e vendeve përkatëse. Sulmi i Izraelit erdhi vetëm pak orë pasi Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore tha për herë të parë në 20 vite se Irani kishte shkelur rezoluta dhe marrëveshje mbi zhvillimin e armëve nukleare. Republika Islamike aktualisht pasuron uranium në masën 60%, shumë më lart se kufiri prej 3.67%, parashikuar nga një marrëveshje që u arrit nga fuqitë bërthamore në 2015, por më pak se kufiri prej 90% që nevojitet për zhvillimin e një koke bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Irani mund të ketë një mundësi të re për bisedime lidhur me armët bërthamore pas sulmeve izraelite në Teheran, ndërsa liderët botëror bën thirrje të ulen tensionet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani mund të ketë një tjetër mundësi për të arritur një marrëveshje bërthamore me SBA-n, pasi Izraeli kreu sulme gjithëpërfshirëse kundër programeve të raketave balistike dhe bërthamore të Teheranit. Ata humbën mundësinë për të arritur një marrëveshje. Tani ata mund të kenë një mundësi tjetër. Do ta shohim, tha Trump gjatë një bisede telefonike me NBC News. I pyetur pse beson se Irani do të ishte i gatshëm të rifillojë bisedimet pasi Izraeli kreu sulme të gjëra ndaj Teheranit, Trump tha se zyrtarët iranian tashmë janë drejtuar atij për t'i përcjell këtë. Po më telefonojnë për të biseduar, tha Trump. I pyetur se kush po e telefonon, presidenti amerikan tha, të njëjtit njerëz me të cilët punuam herën e fundit, shumë prej tyre janë të vdekur tani. Një raund i 6 negociatash indirekte ishte planifikuar të zhvillohet të dielën në Sultanatin e Omanit, por mbetet e paqartë nëse ato do të vazhdojnë sipas planit pas sulmeve, si dhe pas hakmarrjes së pritur të Iranit kundër Izraelit. Reagime për sulmet e Izraelit pati po ashtu edhe nga udhëheqësit botëror. Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, theksoi se ishte thelbësore që aleatët e Izraelit përfshirë SBA-n të punonin për uljen e tensioneve. Kancelari gjerman Friedrich Merz i kërkoi si Izraelit ashtu edhe Iranit të shmangin për shkallëzime të mëtejshme. Arabia Saudite dënoi ato që i cilësoi sulmet e urryera të Izraelit ndaj Iranit, të cilat sipas Mbretërisë Saudite kanë shkelur ligjet dhe normat ndërkombëtare. Edhe Katari e Turqia bën thirrje për ndaljen e shkeljeve të ligjeve nga Izraeli, ndërsa shprehu shqetësim për pasojat e sulmeve izraelite dhe ju kërkoi të gjithë aktorëve që të shmangin hapa që do të nxisin më tej krizën. Kina u shpreh e gatshme të luajë një rol konstruktiv drejt qetësimit të situatës. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka shpallur fituesit e krijimtarisë letrare për fëmijë për vitin 2025. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ndau vlerësimet për fituesit e fondit të krijimtarisë letrare për fëmijë për vitin 2025. Juria e kryesuar nga Albert Gjoka dhe me antar Irena Prici dhe Flori Kasaj vlerësuan mes 19 dorëshkrimeve 3 veprat fituese. Enigma e kësulës së kuqe me autor Ermir Nika, Iliri dhe Lepurushi zbulojnë kopshtin zoologjik magjik me autore Flogerta Krypi, 10 pyetje të Ardenit që prisnin përgjigje me autore Raimonda Gjençaj. Çdo vit Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit mbështet 3 vepra të letërsisë shqipe për fëmijë për të pasuruar bibliotekën e librit shqip. Mua vjen shumë mirë që ky fond i kthyer tashmë në traditë nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit dhe e nisur më herët nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës, Inovacionit, është kthyer në një mbështetje shumë motivuese për gjithë autorët e rinj shqiptar. Kryetari juris Albert Gjoka u shpreh i surprizuar me numrin e aplikimeve. Në këtë garë kanë marrë pjesë 19 dorëshkrime, edhe është një gjë shumë e bukur kur ke përballë 19 vepra të letërsisë për fëmijë, ku besoj që shumica prej tyre mund të jetë një prurje fare mirë për të gjithë letërsinë për fëmijë, letërsinë bashkëore për fëmijë, edhe besoj është një prurje e madhe edhe për botuesit, po njëherë edhe për lexuesit e vegjël.
Fondi i Krijimtarisë Letrare për Fëmijë çdo vit u jep mundësinë 3 autorëve të letërsisë për fëmijë të botojnë veprat e tyre. Një vit më parë, fitues të këtij fondi ishin autorët Xhevair Spahiu, Rudina Çupi dhe Rovena Rozhane. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Natën e mirë.